sure I understand it, but everything seems brighter now than before. I don't know why I feel this way, but every time I hear your name, all my worries disappear, yeah. It's all because of you. I feel the way I do. You make my dreams come true, yeah. It's all because of you, because of you, because of you. And I don't fall in love so easily, 'cause I don't wear my heart up on my sleeve. Yeah. I don't know if you feel the same, but every time I hear your name, my worries disappear. It's all because of you, yeah. I feel the way I do. You make my dreams come true, yes you do. It's all because of you, because of you, because of you. Hej, përshëndetje, çfarë kemi këtu? Pako gjigande nga Zara. Ju thashë do t'ju bëj një haul, edhe dita. Kam gati një javë që më kanë ardhur, prandaj duhet që t'ju tregoj, edhe duhet që të mendoj çfarë të mbaj dhe çfarë të kthej. Dhe disa gjëra i kam marrë njësoj si paketën e parë, thjesht gjeta pak ulje më të mirë se sa herën e parë që i porosita. Edhe prandaj kam marrë gjëra ndoshta që i kam marrë dhe herën e parë që i kam treguar, por nuk do ndalemi në detaje. Kështu, nëse nuk e keni parë videon e parë, kam bërë dhe një haul aty, ju ftoj që të shikoni edhe videon para kësaj me rrobat e Zarës. Si për shembull këtë pellushin e mora përsëri. Kam marrë këtë fustanin roz. Mundohem që t'ju tregoj edhe kodet. Dhe kodi është ky këtu. Dhe merr një masë më të madhe, që se merr këtë fustanin sepse është shumë i ngushtë dhe nuk besoj se do më bëj masa më. Tani kemi këtë bluzën, që kjo bluzë më pëlqen shumë. Këtë më duket e kam marrë për çmimin 20.000 lekë. Shikoni sa e bukur që është. Është shumë romantike. Madje ka dhe këtë materialin shumë të mirë. Kjo ka qenë 66 dhe ka marrë me çmim shumë të mirë dhe thot 100% pambuk. Dhe ka këtë kodin këtu. Dhe është shumë e bukur. Kjo mund të jetë blerja e preferuar tek kjo pelosi. Ka marrë, dhe kjo bluzja është shumë e bukur. Mendoj se tek kjo pako ka marrë gjëra më të bukura se tek pakoja e parë. Është kështu, shikoni sa e bukur që është. Kjo ka qenë 66, por më duket se ka marrë aty tek 20. Më shumë se 20.000 lekë nuk besoj të ke marrë bluze. Dhe është kjo bluzja, që është kështu si e shkurtër para, edhe më e gjatë mbrapa, dhe vjen si fustan, me pantallona me kështu pantallona të bardha, lino. Kjo, disa bukur që duket, ose me xhinse pak të gjera, dhe me shapka, me gisht të thjeshta, duket shumë bukur, flokët gërshet, edhe syze të mëdha, që kanë dalë shumë në modë, edhe një çantë që sapo kam bler, e madhe, edhe duket shumë bukur në Spanjë, ndoshta në Portugali. Më super pëlqen. Okej, ka pak të trash këtë pjesën si korse brenda, e do doja diçka më të hollë. Shkon, ka goxha të trash, por është shumë e bukur. Pastaj ka marrë këtë. Shkoni sa e bukur që është edhe kjo. Ka këtë ngjyrë roz, që mendoj se më shkon shumë. Edhe tani un po xhiroj me telefon. Ja, tani duket më ngjyra. Edhe kodi është kjo këtu. E kam marrë ekstra larg sepse e doja pak oversize, por më duket se nuk kishte masë më të vogël, por më pëlqen shumë, pantallona të bardha, është shumë e bukur. Ka qenë 40, më duket se edhe këtë 20 e kam marrë ose edhe më pak, nuk ka ke marrë.
por është shumë e bukur, me pallona gri, me fund të bardhë, shko me çdo gjë, shumë e kombinueshme dhe mora përsëri këtë fustanin e gjeta me shumë ulje. Kodi është këtu, sepse nëse keni parë videon e parë, keni më thënë besoj e kujtoni që e kam parositur dhe tek paketa e parë e Zarës. Është shumë i bukur, romantik. S'kam fjalë për këtë, më pëlqen shumë. Pastaj kam marrë këtë fundin, që shikoni sa i bukur që është. Unë po mundohem që t'ju tregoj shpejt që të mund të shikojnë dhe mos të bëhet një video e gjatë. Ky fundi është lino, ka qenë 65, ky fundi ma të bluzën e bardhë, të parën që ishte pambuk, do duket shumë bukur. Më falni, është 62% pambuk, edhe pastaj 100% pambuk. Ka dhe lirë dhe poliester vetëm 5%. Okej, super është. Shkani sa i bukur që është me këto kështu. Super i bukur dhe. Këto do jenë shumë në mod. Është ky vibe spanjoll ndoshta. Edhe në Portugali mund ta veshësh këtë fundi dhe duket shumë bukur. Nuk e di, vao tregova kodin. Edhe kodi për gocat që janë të interesuara. Më duket se ky fundi kishte edhe bluzet, ishte një si crop, por mora vetëm këtë. Edhe më pëlqen. Këtë e kam marrë 20. Pastaj kam marrë këtë fundin e bardhë, që ky ishte 27, është kështu me çmimin fillestar, sepse ishte në një blerje super e mirë. Por më pëlqen, sepse unë vdes për fundet e bardhë, dhe është kështu i shkurtër, i voçkël, kam një të verdhë si ky, edhe ky, me atë bluzën roz, do duket shumë bukur si karamele, edhe me një palpupa elegante të bukura, me një çantë cutie që dua të blej një çantë pastel, por nuk e di se çfarë. Pastaj ky është një fustan që këtë do ta kthejmë. Në fakt, më pëlqen kombinimi me i pikave, por kur është e bardhë me pikat e zeza, kurse kjo nuk ma jep atë e zezë me pikat bardha, dhe ky fustani nuk kishte këtë pjesën e shallit që e bënte nice këtu, por ndoshta veshur duket më bukur. Është kështu me mëngë të gjata, është më shumë fustan vjeshtor se tani në pranver nuk është se do ta preferoja edhe nga gjyra, dhe është i shkurtër edhe me mëngë të gjata, kështu sa të bukur ai paska këto të lezetshme, por nuk do ta mbaj sepse nuk është shumë stili im, nuk më pëlqeu shumë. Edhe këtu është kodi. Por nuk do ta mbajmë, këtë do ta kthejmë. Mundoj heq këto syzet më mirë tani, pa syze. Edhe nuk e din që se edhe ju jeni si mami im që thot që nuk të shkoj syze dhe mos e vendos më, por unë sa i shoh atë the do i nxjerr lekët këtyre syzeve sepse i kam bërë gjithë ata lekë dhe i kisha shumë qejf dhe i kam akoma. Edhe prandaj kur të më shikoni, thoni thjesht reja po nxjerr lekët e syzeve. Kam marrë këto që janë të bukura, të bukura janë këto, po vetëm duhet të rrinë bukur. Në shpresoj që të më rrinë bukur këto. Me atë bluzën e zezë që ju tregova, do duken shumë bukur. I ka marrë masa më, edhe ka këtë kodin këtu. Këtu. Ky është kodi. Edhe të shpresoj që unë po të tregoj kodin e duhur, se me thënë të drejtën nuk se i kuptoj shumë këto, po besoj se të duhurin po them, se po mundohem kohë pa ashtu. Thjesht dua që t'ua them goca që ta keni më të lehtë për t'i kërkuar në qoftë se do i kërkoni tek webi ose në qoftë se janë gjendje, edhe pse uljet më duket janë të fundit tek Zara. Ka marrë përsëri tuta të bardha, që nga shumë të i dukshme, dhe kanë qenë 40, ky është kodi. Unë nuk i kam marrë për çmimin 40, i kam marrë shumë herë më lirë. Janë si ato parat që të bardha, por shikoni sa nice që janë, sepse janë të mbyllura poshtë tek këmbët. Edhe këto ky stili ka dalë shumë në mod. Edhe
Shohim se si do më rrinë. Në qoftë se më rrinë të gjera dhe nice, shumë bukur, do t'i mbaj. Por mendoj se këto si pantallon si tu duhet t'i kisha marrë masalësh që të krijohet ai efekti që unë kam qef tek kokaina. Pastaj kam marrë këto, si të bardhat, por kam marrë edhe të zezat. Dhe këto në fakt vinë ka më shumë si tyll, edhe që nga shumë të bukura. Ka këtë pjesë mbrapa këtu që mos të duket keq, pas ka si kështu si, si tut të vogël. Edhe janë kështu, si qitë janë, kam qenë në klasë 4, këto kanë qenë shumë në modë, veshje arabe i thashim, ne kur shkonim te kinemaja, ashtu kur luanim në një shfaqje që ishin fiks si këto tutat. Këto kanë qenë 50, normal i kam marrë në ulje, tani të shohim se si do më rrim veshur, se si do dukem, por tek koka ime unë kam menduar kombinime shumë bukura dhe mendoj se me balerina shkojnë shumë, ose me shapka me gisht të thjeshta, të zeza. Shohim se si do duken veshur. Pastaj kam marrë këto pantallona tutat, çfarë mund të themi që ishin me fund, ishin një skandal. Këto i provova se nuk më rrijej dhe se keni den se shumë tuar. Dukesha o zot, dukesha skandal. Nëse unë përva të regoj të shmimin, këtë kodin, sorry, që në qofë se ka ndonjë gocë të interesuar, edhe pse unë ju them që rrinin shumë keq. Ndoshta më rrinin dhe mua shumë të ngushta, se vinin të ngushta shumë, dhe s'kron të farat i den e fundit. Por në qofë se i shikoni ndonjëherë këto veshjet e çuditshme të Zara dhe mendoni kush i porosit këto, ja i porosison. Lea, shë që ju e i porosit, por nuk do t'i mbaj këto ja. Pak në atyre të parave dhe mund t'i jap një shans, por këtyre ja. Tani mendoj se kjo është një nga blerjet më të bukura që kam bërë, dhe shko kanë atjera që më pëlqen shumë, ka material shumë të mirë, dhe këtu ka një si shtres dyshe, dhe më thënë dopja, është shumë e plot, që besoj nuk ka nevojë as për recipeta, dhe shikoni sa e bukur pjesa këtu, pantallona të bardha, është shumë fine, shpresoj që të më rri mirë, sa unë nuk është se e mbush shumë këtu lart, edhe okej, kanë gjyrë shumë të bukur. Unë këto mund ta vesh edhe si fund të shkurtër, por është bluza. Më pëlqen shumë kjo pjesa. Këtu, kjo ka qenë 35, pak lekë ka marrën. Ja, kodin. Shpresoj që t'i gjeni këto gjërat, se ja vlejnë kur i vlejnë me ulje. Po këtu qa është kjo? Zoti madh. Këto më duket i kisha marrë dhe tek pako e parë, janë këto tutat kështu. Rrinin skandal, se keni ide sa skandal më rrinin. Shumë keq më rrinin. Edhe këtë fundin e ka marrë përsëri këtu, dhe e provova. Këtë do ta mbaj. E madje e kisha marrë 2 herë. Këtu një herë e kisha marrë tek pako e parë, këtë fundin e kam marrë 3 herë. Po do ta shohim. Kam marrë këto bermudat të zeza, edhe këto i provova tek videoja e parë, se i kam porositur përsëri sepse i gjeta me ulje, me më shumë ulje. Mora këto shapka, që dhe këto i kam gjetur për 20.000 lek. Besoj, do t'i provoj, në qoftë se janë të rehatshme do t'i mbaj. Janë të lezetshme, të bukura. Nuk e di në qoftë se janë stili im dhe në qoftë se do t'i vesh, por pantallona mund t'i vesh. Apo, si janë që. Se di, që se në të rehatshme do t'i mbaj. Që t'tregoj dhe kodin, kanë qenë 50.000 lek. Unë i ka marrë goxha lirë këta. 20, po 20 i ka marrë. Se di në që se va thash këto. Po. Nësi është diçka shumë e rëndë për në verë, kjo e zeza, kështu prandaj nuk e di për këto. Do t'i provoj dhe në që se janë të rehatshme, do t'i mbaj. Ka marrë këto kanë tjera në ngjyrë blu. Kjo ngjyra do jetë ngjyra e sezonit. Kjo do jetë ngjyra e pranverës dhe e verës. Dhe është shumë e bukur. Është kështu satin. Shumë nice. Ma po mbje telefoni. Po, në tha që është kjo zhurën. Kjo do jetë, vetëm ai i bie telefonit tim. Ja, që nga WhatsApp-i. Kemi këto pantallonat e bardha. Ishin nice, por ama ka një zhurën. Shumë acaruse dhe nuk do t'i mbaj. Ja, kështu.
nuk edhe ishin të gjata. Kam përthyer unë kur i provova, por nuk e se më pëlqenin. Do mundohem që të mbaj më shumë këto rrobat që mund t'i kombinoj, mund t'i vesh më shumë se një herë dhe të duken bukur. Por këto të verës ja vlen që ti blesh tani. Tani hapim pakën e dytë që kemi këto. Ka marrë përsëri këtë fustanin, se e gjeta më shumë ulje tek kjo pako, tek kjo porosi, se unë i bëra porosin atëre të mërkurën në darkë, atë njëjtën nëntën, edhe pas 2 orësh u bën uljet e fundit, dhe më tha se sa bën, dhe thash më tani e gjeta, dhe realisht kurseva shumë lek me ato pakot e para, se kishin goxha diferencë. Edhe ky është kodi, ky fustani i verdh. Kam marrë këtë fundit, ky fundi ishte shumë i bukur, është i preferuar im. E kam gjetur edhe me çmim shumë të mirë. Këtu kushton 80.000 lekë, por unë duhet ta kem marrë 25, më shumë se 25. Nuk besoj. Ky është kodi, por është shumë i bukur sepse ka këtë formën asimetrike dhe me çizme të gjata. Shkon shumë dhe duket shumë nice, por edhe me taka, edhe me këtë bluzën që kam veshur me vatë, sepse kjo është me vatë dhe më të duket bukur, ose me këmisha. Ky më pëlqen shumë. Tjetër, kemi marrë këtë pulovrën. Kjo më pëlqeu, por ama ishte vetëm masa S. Ky është kodi. Edhe do doja pak më oversize. Nuk e di nëse do e mbaj, më pëlqen. Duhet ta provoj. Ngjyrën e kam shumë qejf këtë ngjyrën. Besoj se e keni vënë. Tani veshje tjetër. Kam marrë këtë nga tjera, ne kam marrë vetëm për jakën. Ky është kodi. Edhe është me këtë jakën shumë të bukur. Më pëlqen jaka sepse mund ta përdor si kanë atjera dhe e vesh me pulover dhe jakën e nxjerr sipër sepse nxjerret kështu tek. Por nuk e di nëse do e mbaj. Nuk e di, duhet ta provoj. Duhet që ta provoj dhe të shoh se si më rri dhe me çfarë mund ta vesh. Këto mora ca si crop për në verë. Ka këtë kodin këtu, por nuk besoj ta mbaj këtë. Edhe pse është cute, apo është e lezetshme ta vesh në verë kështu. Pse këtu poshtë më pëlqen se është goxha romantike, edhe dini jo që unë kam shumë qejf këtë stilin kështu, por nuk e di. Kam marrë tjetër këtë kropin që nuk do ta mbaj, ka një material skandaloz. Është kështu. No. Nuk më pëlqen. Kam marrë këtë fustanin, duket se kisha marrë dhe herën e parë këtë fustanin, është fustani, por përsëri se gjeta me shumë ulje këtu. Kam marrë këtë xhaketën, që ka qenë 80, më duket e kam marrë 30 e ca 40, dhe ka edhe këtë pjesën e jakës. Duhet që ta provoj dhe të shoh. E kam provuar, por sot që janë veshur me më shumë ngjyra neutrale, do t'i provoj pak dhe të shikoj se si do më rrin veshur. Kam marrë këtë fustanin, po si fustani i parë roz, edhe ky masa por shumë i ngushtë. Është i bukur. Në këtë e kam gjetur me shumë ulje, më duket 12.000 lekë. Dhe ka qenë 46. Nuk e di nëse do ta mbaj. Se nuk është jeans, është një material kështu si i gomuar. Ke parasysh që kanë qenë disa streqe një herë në kohë, vitin 2015. Po ai materiali është kështu, më pëlqen kjo pjesa e bustit dhe mund ta vesh në verë. Edhe nëse më rri bukur, të mbaj. Kam marrë përsëri këtë pulovrën e Zarës, që është me këtë pjesën e shallit. Ja ku e kemi shallin këtu që kanë dalë shumë në modë, shumë të bukur. Këtë do ta mbajmë, se tek kjo pako e gjeta me më shumë ulje se tek ajo e para. Aty më duket ishte 25, kurse këtu ka qenë më pak se 15.000 lekë. Kam marrë të fundin,
janë kështu pantallona mbrapa. Ky është kodi. Nuk e di. Duhet të kisha marrë masa L, se i kam pak të vogla, dhe unë duhet që të jenë pak, dashka është edhe modeli, por do t'i provoj. Këtë unë e mora kostum, e mora bashkë me pardesy, por pardesyn e kam marrë extra small, se nuk ishte mëja, dhe mendova se mund të ishte pak stili oversize, është shumë e bukur, pa mua nuk më rinte mirë, sepse nuk është masa ime dhe ka këtë ripi në mes që ka darë shumë në mod, dhe me ato pantallona dhe me hunters, me çizmet, mund të shkonte dhe mund të ishte një outfit shumë i bukur, por jo për mua, sepse nuk më vën. Nëse do gjeja një mas të madhe të kësaj, do e mbaja, sepse ishte shumë e bukur. Kodin e keni këtu, por më duket se nuk kishte me masa. Po sa rroba që janë këto pantallonat bermuda, që më duket se i mora dhe tek pakoja e parë, i mora përsëri këto sepse i gjeta me shumë ulje, janë shumë të bukura dhe do t'i mbajmë. Kanë edhe ripin që më pëlqen për ndonjë kombinim. Shoni sa të bukura që janë. Unë i kam sheh këto pantallonat me këtë prerje. Edhe fundit fare, sepse mbarua më në fund gjithë ky haul, për t'i parë veshur gjërat që unë do mbaj, do i bëj një video tek në shtëpi, se kemi për një dhomë vetëm për të ndrruar e për të veshur. Por duhet të tregoj tek një video tjetër. Shikoni në Instagram tek Reelsat. Edhe është ky kodi, nuk e di nëse ja tregova këtë kodin, por nuk më pëlqejnë, nuk e kuptoj pse janë kaq lek, sepse janë shumë, nuk janë fare të mira, dhe që nga 54% poliester dhe 42% pambuk, po janë shumë të shëmtuara. Mendoj se janë shumë bukura live, por kanë një si material, një si ngjyrë që nuk më pëlqen fare. Ngjojnë si kështu si tut leshi. Si pas kanë ngelur edhe kjo etiketa këtu. Kjo ishte i gjithë haulli që unë bëra. Sa në ranë këtu, i kam lënë tek një karrige dhe mbush. Dhe këto ishin të gjitha veshjet që unë mora tek Zara. Disa gjëra janë shumë bukura, i kam goditur dhe do t'i mbaj. Edhe disa gjëra të tjera do t'i kthej. Ato që nuk më rrinë shumë bukur, nuk tutat të gjërat. Do mbaj vetëm gjërat që vërtet mund t'i kombinoj më shumë se një herë, edhe që ka materiale pak më të mirat se të tjerat. Edhe unë do mundohem që t'i bëj ndonjë reels tek në Instagram se si jeri mbeshur, prandaj më ndiqni edhe aty dhe për t'i parë se si unë do t'i kombinoj. Kodet ju a tregova, edhe ne do shifemi në një video tjetër. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video, unë do t'a postoj direkt nesër. Që pse jo të kapni dhe juve ulljet, sepse ja vlen kur blejmë disa gjëra që në sezon i blejmë me çmimin fillestar që nuk e se janë lirë. Ma më vajtën goxha lekë këto, të 4 pakot se ishin shumë të mëdha, por nuk do t'i mbaj të gjitha, do mbaj vetëm ato gjërat që më përshtaten, që më rrin bukur, edhe që mund t'i vesh dhe t'i kombinoj në shumë mënyrë. Ne do shifemi në video tjetër, faleminderit që u bët pjesë dhe ju përshapoj që të gjithëve. Ciao!